Përshëndetje dhe mirë se erdhët në edicionin e lajmeve 21 minuta të orës 15. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Kaja Kallas viziton sot Kosovën. Ajo do të takohet me përfaqësues të partive politike dhe me shoqërinë civile. Në orën 15:45 është parapartë të mbahet edhe një konferencë me gazetarë në Prishtinë. Përfaqësuesja e lartë e BE-s Kaja Kallas do të takojë kryeministrin në detyrë të Kosovës Albin Kurti sot në një darkë pune. Ky takim do të jetë një mundësi e mirë për të diskutuar për marrëdhëniet ndërmjet të Republikës sonë dhe Bashkimit Evropian, si dhe temat me interes të përbashkët, ka thënë zëdhënësi i qeverisë në detyrë. Ndërkohë, mbrëm, gjatë vizitës së saj në Beograd, përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme të BE-s Kaja Kallas i ka përcjellë Serbisë porositë që duhet ta qartësoj orientimin e saj strategjik dhe të tregoj përkushtim në procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Kaja Kallas ka nisur turin e saj ballkanik me ndalesën e parë në Beograd, duke përquar porosinë se liderët politik duhet të bëjnë reformat e nevojshme dhe të qartësojnë drejtimet e tyre strategjike. Mesazhi im për autoritetet në Beograd është i qartë. Unë dua ta shoh Serbinë duke avancuar drejt BE-s. Për këtë, liderët politik duhet të bëjnë reformat e nevojshme dhe të qartësojnë drejtimin strategjik. Kjo bëhet më së miri duke rivendosur besimin dhe duke ju qëndruar besnike parimeve demokratike. Do të angazhohem me qeveritë dhe shoqërinë civile në rrugën e tyre drejt BE-s. Dialogu Beograd-Prishtinë është një domosdoshmëri për të ecur përpara. Është koha për të kapërcyer të kaluarën dhe për të punuar për një të ardhme të përbashkët. U bë thirrje përfaqësuesve të Beogradit dhe Prishtinës që të vinë sa më shpejt në Bruksel dhe të diskutojnë hapat konkret përpara. Vizita e zyrtares së lartë të Bashkimit Evropian Kaja Kallas në Serbi vjen pas vizitës që presidenti serb pati në Rusi, ku kishte takim me presidentin Putin. Për këtë vizitë të Vučićit kishte reagimet e ashpra nga zyrtarët e BE-s, duke i kërkuar Serbisë qartësim në rrugën integruese. Por në takimin me presidentin Vučić, ky i fundit i ka kërkuar BE-s të ndërhyjë në krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Sipas tij, asociacioni nuk është një detyrim i dakorduar, por edhe siç ka thënë, para kusht për përparim të mëtejshëm të dialogut dhe çdo normalizimi të marrëdhënieve. Paranisjes së vizitës në disa vende të Ballkanit Perëndimor, përfshirë Kosovën dhe Serbinë, shefja e diplomacisë evropiane Kaja Kallas ka thënë se ka për synim të shtyjë përpara procesin e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë. Ajo në Kosovë do të zhvillojë takime me përfaqësues të shoqërisë civile, të subjekteve politike dhe do të ketë vizitë në misionet paqëruesse në Kosovë, KFOR-in dhe EULEX-in. Vizita e shefes diplomacisë evropiane në Kosovë Kaja Kallas vjen në një kohë kur vendet e Bashkimit Evropian po i kërkojnë Kosovës që me urgjencë të informojë institucionet e reja, kuvendin dhe qeverinë. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Përparim Gruda tha se takimi i djeshëm i kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe kryetarit të Mitrovicës Bedri Hamza nuk ka konotacion politik, por ishte thjesht takim në një ngjarje sportive. Takim rasti nuk ka asnjë konotacion politik, asnjë përmbajtje politike, është thjesht një event sportiv në të cilin zoti Hamza ka qenë një koqir, si kryetari i komunës Mitrovicës, për të marrë pjesë në ndeshjen në cilën Trepça do të shpallej kampion i Kosovës, dhe me këtë rast më lejon të uroj tifozët, kryetarin Hamza dhe të gjithë qytetarët e Mitrovicës, dhe ky ka qenë një event tërësisht sportiv pas një përmbajtje politike. Zoti Hamza si një koqir i ngjarjes i ka rënë të ulet afër zotit Kurti, sepse ashtu e do protokolli, por nuk ka asnjë përmbajtje politike. Punëtorët e ndërmarrjes publike rajonale pastrimi kanë hyrë në grevë sot para objektit të komunës së Prishtinës, të cilët kërkojnë, siç thonë ata, borxhin prej 2.7 milion euro. Ata paralajmërojnë se do të shndrojnë në grevë 24 orë para objektit të komunës së Prishtinës, derisa të realizohen kërkesat e tyre. Punëtorët e kësaj kompanie në shenjë pakënaqësie kanë parkuar edhe kamionët pranë kësaj komune. Në këtë grevë një punëtor është talivanosur teksa po qëndronte pranë komunës. Kryetari i sindikatës së kësaj kompanie, Ardian Krasniqi, në një bisedë me nënkryetarin e komunës Shkëmb Manaj, kërkoi të kthehet borxhi prej 2.7 milion eurosh.
I kena shtu email, nuk ka shtu email. Në rrugën. Në grevë. Kena orë protestu për grevë. Deri plotësohen kërkesa tona. Këtu kena menajt, kena pun kamionat, na nuk kem ka shkuj ma. Unë vje keq që a dit nuk na si ai donat ju ka dole aksionari që asnjëherë mas u kon aksionari ndërmarrës asnjëherë sa është me u dur jo sot po që sa është aksionar u dur me në kompani sa aksionari ka vendin kompani me kyç apo me kompani e sot thot hajde dy persona merrni kontratë shkoni në shkollë jo nuk jemi me në shkollë kontratë shkon kryeshefi ekzekutiv Po shkullëtësim që i parole zyrtare, jo punë private. Su punë zyrtare para shkollë. E mi da kuta po mi pranë të shkollë. Kontrata se do shkën shkupe. Ka në mosa të përdonë, gjemi da kuta me avokatën e popullit, një është e sigurt, as ne punëtor nuk kom në ndetë fatë. Edhe nuk kom në ndetë fatë. Kompanija pas nuk kom në funksionën e vetë, jemi të imorë gjitha gjitha. Na jeshtë, edhe ashtë O mundësime po e ka përcjell për në shku dhe shë përcjell për në shku me kompanitë. Na i kena kërkesë të se që pasjeri shka ma shpet. Po, e mujtë dhe mu të akusë se nuk jena shku për shkodër. Ja, na i kena, mëse e dina se na kena mujtë, ne përnëncova me arët edhe për një media, na i kena mujtë një protest farsore, nuk keni reflektu, na pesodi nuk jena protest dhe jena grevë, edhe cilat kërkesa na i kena shtru, punëtor, po i kena paraqit kërkesa, dhe i plotësohen që atë kërkesa, na nuk largohen rritë. 24 orë që të kemi më ne. 24 për 4 Faleminderit. Ose të kush po kredi ka 10 vjetë lojë. Jemi komodin zhivja të i një. Edhe ka pru kamionat e preshti kamionat, po një jo. Edhe na, edhe ju jemi në funksion qytetarëve. Shto du të më ditë. Po, vërtet. Një port jemi në funksion të qytetarëve, jemi ndërmorja është aksionar, është Prishtina ke ndërmorja dhe na obligimet una kemi me ndërmorja. Ose kemi ato. Po shënohet përvjetori i masakrës së Dubraves. Nga 19 deri më 24 maj të vitit 1999 ishte kryer një prej masakrave më të mëdha në Kosovë kundër shqiptarëve nga regjimi serb, ku brenda burgut ishin vrarë 160 shqiptar dhe ishin plagosur mbi 300 të tjerë. Presidentja Vjosa Osmani ka thënë se Dubrava mbetet plag e hapur në kujtesën kolektive, por edhe dëshmi e pashlyeshme e brutalitetit të shtetit genocidial sërb ndaj shqiptarëve të Kosovës. Edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, e qua një nga krimët më makabre që serbët kryen ndaj shqiptarëve. Ai kujtoi edhe masakrën në Vushtre, ku forcat serbe ekzekutuan burra, gra, pleq, fëmijë pa dallim. Organizata për dëmet e luftës ngritja e zërit ka dorëzuar për herë të 13 dosje të radhës në gjykatën kushtetuese. Kjo organizat ka kërkuar shqyrtimin e kushtetutshmërisë të vendimit të gjykatës supreme, që kishte refuzuar padit për kompenzimin e dëmeve të shkaktuara gjatë luftës në Kosovë. Kryetari i organizatës ngritja e zërit Jahir Bejta tha se gjykatat në Kosovë nuk janë duke i zbatuar ligjet përkatëse për të cilat janë kompetente, derisa përmendi ligjen për procedurën kontestuese. Na që 17 vite jena duke punuar ditë e natën për gjitha palët e dëmtuara në cilësinë e viktimave të luftës, me një zë vetmin kundër qeverisë Republikës Serbisë për kompenzim dëme. Sot është e 13 herë që i dorëzojna dosjet mu këtu. Madje, gjykatat e rregullta dhe Supremja nuk janë duke i zbatue ligjen përkatës për çka janë thirrur dhe janë kompetent. Ligjin mbi procedurën kontestimore. Është në 28 alinea 2. Gjykatat mu aty thirrën. Aty apostrofohet se lëndet me element ndërkombëtar do të me pas marrëveshje paraprakë për mirëqyrtu, po njëjtin e 28 alinea 3 thotë edhe pa pas fare marrëveshje juridike,
Gjykatat tona janë të obliguara me shqyrtu. Bejta derisa kritikoi edhe gjykatën kushtetuese për mos veprim, tha se ndër vite kanë arritur t'i mbledhin mbi 1000 dosje, sa i përket dëmeve të shkaktuara gjatë luftës. Gjykata kushtetuese, kjo propa neve, nuk është duke shqyrtu kërkesën për vlerësimin e kushtetutshmërisë të vendimit Gjykatës Supreme, përndryshe do ta gjej se gjykatat e rregullta kanë bën shkelje. Po gjykata kushtetuese është duke shkel kushtetutën. Është neni 53, pa diçka definon ai. Jo që ka drejt, po gjykata tona edhe kjo gjykata kushtetuese, jo që kanë drejt, po kanë obligim që aktet e veta të harmonizojnë me vendimet e gjykatës evropiane për liri drejtat njerëzit në Strasburg. Ndërka që pala pa ditë se kësa here ishte Muhamet Fejza nga fshati vajnik i Skenderajt. A i tha se lufta e fundit në Kosovë ka shkaktuar shumë dëme, duke përfshirë shkatrimin e shtëpisë dhe lokalit. Domet të mëdhoja kanë qenë, kemë post lokalin, ne kanë shkatru, shtëpijat ne kanë shkatru, trakturat ne kanë morë, tëna aty që kemë post ne kanë shkatru. Organizata Ngritja e Zërit që nga viti 2008 ka ndërmarrë veprime ligjore për kompenzimin e dëmeve të shkaktuara nga lufta, duke përfshirë dëmën e njerëz dhe pronë. Deri më tani kjo organizat ka hartuar dhe dorëzuar rreth 1000 kërkesë padi në gjykata në shumicën e komunave të Kosovës. Megjithatë, të gjitha këto padi janë refuzuar nga gjykatat me arsyetimin se një shtet tjetër nuk mund të paditet në këto rrethana. Policia e Kosovës ka realizuar operacion antiterrorizëm në orët e para të mëngjesit të sotëm, duke arrestuar 2 persona të dyshuar për përfshirje në veprimtari që lidhen me nxitjen e përçarjes, mosdurimit dhe shpërndarjen e propagandës terroriste. Sipas një njoftimi nga policia, operacioni është zhvilluar nga zyrtarët e Drejtorisë kundër terrorizmit në bashkëpunim të ngushtë me Prokurorinë Speciale të Kosovës. Operacioni policor ka përfshirë 2 raste të ndara që kanë rezultuar me 3 kontrolet të vendbanimeve në komunat e Fush Kosovës dhe Malishevës, si dhe me arrestimin e 2 personave të dyshuar, thuhet në njoftim. Të arrestuarit dyshohet se kanë shpërndar propagandë dhe ideologji të organizatave terroriste përmes rrjeteve sociale, si dhe kanë nxitur urrejtje dhe përçarje ndërmjet komuniteteve. Autoritetet kanë bërë të ditur se veprimet e mëtejme ligjore do të ndërmerren në koordinim të plotë me organet e drejtësisë. Gjykata themelore e Prishtinës e ka caktuar më 4 qershor seancën gjyqësore ndaj Najmurselit, Granit Plavës dhe Kushtrim Kokallës, lidhur me rastin e vrasjes së Liridona Ademajt. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja e gjykatës Mirlinda Gashi. Ajo tha se seanca do të nisë në orën 13:10. Në seancën fillestare të mbajtur me 31 janar të këtij viti, bashkëshorti i Liridonës Najmurseli është deklaruar i pafajshëm. Granit Plava është mbrojtur në heshtje, teksa Kushtrim Kokalla nuk është deklaruar fare rreth fajësisë. I vetmi që kishte pranuar fajësinë ishte Tom Dodaj, i cili akuzohej për shitjen e armës me të cilën u krye vrasja. Ndoqët edicionin e lajmeve 21 minuta. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe mirupafshim.